Nga Luigi Di Gregorio. Donald Trump nuk është thjesht një politikan apo një sipërmarrës i uazuar në politik. Ai është para së gjithash një komunikues padyshim atipik, por jashtëzakonisht efektiv. Për ta kuptuar këtë, ne duhet dalim jashtë sferave konvencionale të analizës politike dhe thellohemi në sferat e psikologjisë njohëse dhe shkencave të komunikimit. Nuk është rastësi që ata që e konsiderojnë atë si të papërshtatshëm, shpesh nuk arrin të kuptojnë fuqinë e fjalëve të tij, dizajnin strategjik që i udhëheq ato dhe efektet që ato prodhojnë me kalimin e kohës. Elementi i parë që duhet marrë parasysh, stili i negociatave. Trump komunikon ashtu siç negocion. Strategjia e tij është një strategji maksimaliste, e bazuar në parimin se sa më shumë të rrisësh pazarin, aq më shumë diferencë ke për të reduktuar ofertat dhe për të marrë diçka të dobishme. Për shembull, kur ai thotë se dëshiron të rrisë shpenzimet e vendeve evropiane për NATO në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ai e di se kjo shifër është jo reale, por ai ende ka nevojë për të marrë një rritje të kontributeve financiare në Aleancën Atlantike. Nuk do të jetë 5%, do të jetë ndoshta 3%. Është ende një sukses. Në këtë kuptim, të presë është një gënjeshtër të madhe, nuk është shenjë naiviteti, por taktik dinake. Trump gjithmonë e ngre stekën, më pas bën disa hapa prap se prap, duke arritur shumë më tepër se sa do të kishte arritur me një qasje të moderuar. Kjo na sjell tek elementi i dytë, dritarja Overton. Në komunikimin politik, dritarja Overton përcakton ato ide që në një moment historik të caktuar duken të pamundura për t'u realizuar, por që me kalimin e kohës dhe me përsëritjen, ato bëhen fillimisht të arritshme, pastaj të mundshme dhe në fund normale. Trump i ka bërë komunikimet e tij një ushtrim të vazhdueshëm për zgjerimin e asaj dritareje. Ai foli për blerjen e Groenlandës, tha se Kanadaja duhet të jetë shteti 51 i Shteteve të Bashkuara. Të gjitha deklaratatat që fillimisht shkaktojnë skandal, por që me kalimin e kohës kontribuojnë në bërjen e qendrimeve që më parë konsideroheshin tabu, më pak tronditse. Mekanizmi është i thjeshtë dhe i fuqishëm, thuaj të pathënën, përsërite, legjitimoje. Trump është mjeshtër në këtë. Ai prezanton çështje, ripërcakton kufit, zhvendos boshtin e debatit dhe përgatit opinionin publik botror, ndoshta edhe për vendime dhe veprime që deri vonë konsideroheshin të paimagjinueshme. Elementi i tretë, efektiviteti teknik i gjuhës së tij. Sipas Chip dhe Dan Heath, autor të bestsellerit të marketingut Made to Stick, një mesazh efektiv duhet plotësojë 6 kritere të përmbledhura në akronimin sukses: i thjesht, i papritur, konkret, i besueshëm, emocional, histori. Trump i kënaq të gjithë. E thjesht, përdor fjali të shkurtra, slogane, koncepte bazë. E papritur, prish konventën, befason, skandalizon. Konkrete, flet për muret, numrat, parat. E besueshme, dërton një moral të bazuar në suksesin personal dhe gjuhën e biznesit. Emocionale, prek emocionet kryesore si frika, krenaria, zemrimi. Tregime, tregon histori shpesh hiperbolike që flasin për armiq dhe shpengime, për Amerikën që duhet të ribërë dhe mbrojtur. Komunikimi i tij është intuitiv, i arritshëm dhe i vështirë për t'u injoruar. Edhe ata që e urrejnë janë të detyruar të flasin për të, dhe kjo, në terma komunikues, tashmë është një fitore, një lloj monopoli i agjendës mediatike. Së fundi, ndoshta aspekti më përçarës. Trump theu çdo formë protokolli dhe çdo rregull bazë të mirësjelljes. Ai shndërroi debatet në arena, konferencat për shtyp në spektakle, tweetet në agenda. Ai delegitimoi media tradicionale, shpiku Novka për kundërshtarët e tij, foli drejt për drejt me bazën e tij pa ndërmjetësim. Ai solli në politikë kodet e mundjes, realitetit televiziv dhe reklamave. Por shumë kjo është një shenjë analfabetizmit institucional. Për të tjerët, kjo është arsyeja e suksesit të tij. Trump ka deshifruar zeitgeistin e ri, të përbërë nga hapësirat të shkurtra të vëmendjes, polarizimi dhe personalizimi ekstrem, dhe të perceptimit që formson realitetin deri në faktet alternative, një formulë e sajuar në mandatin e tij të parë. Në fund të fundit, komunikimi i Trump nuk është asgjë tjetër veç se i improvisuar. Është produkti i një vizioni të qartë, i mbështetur nga teknika të konsoliduara, i përshtatur në mënyrë të përkryer me kontekstin kulturor dhe teknologjik në të cilin lëviz. Kushdo që hedh poshtë atë si vulgare ose të papërpunuar, rrezikon të nënvlerësojë fuqinë e saj të përhapur. Trump nuk flet për racionalitetin, por për motorin emocional të votuesve të tij, dhe për sa kohë që ai do vazhdojë ta bëjë këtë me një saktësi të tillë, ai do të mbetet një lojtar qendror në politikën amerikane dhe botërore.